basketbollit. Kthehemi përsëri me pamjen në palestrën e sporteve dhe të rinis në Prishtinë. Pjesa e parë El Klassikos midis Prishtinës e Trepçës, 41-39, një ndeshje fenomenale në pjesën e parë. Prishtina shkoi me përsi deri në 13 pikë plus. 35-22 ishte rezultati kur kishim mbetur edhe 4 minuta e 36 sekonda loj, e më pas Trepça në këtë kohë të mbetur shkoi me një seri fenomenale prej 17-6, të cilën e nisi Hanteri dhe e vazhduan me 2 treshe të një pas njëshme, Junior Maduti dhe Michael Greeni. Loja shkëlqyeshme e Kapitit, i cili në asistime të Greenit, e më pas edhe ajo ngulitja e bukur e Madutit, para se Tmushiqi të realizonte 3 pikshin dhe kësaj pikën ja vuri edhe njëherë Junior Madut me deportimin e tij dhe realizimin për 41-39. Patjetër duhet të theksuar se tandemi i qendrave, i cili e filloi ndeshjen Gjoshen Zakori dhe Rashid Mahal Bashiqi, realizuan nga 11 pikë secili dhe ishin shumë dominues në pjesën e parë. Është interesant të themi se Zakori luajti vetëm 11 minuta 35 sekonda loj, derisa ishte në lojë Zakori, Sigal Prishtina së bashku me Mahal Bashiqin, Sigal Prishtina me vërtet dominoi, sepse sonte Trepça si mungon Majersi i suspenduar javën e kaluar, dhe këte derisa e shfrytëzoi me inkuadrimin e një koshëm në lojë të Mahal Bashiqit dhe Zakorit, trajneri Murat Bilge, edhe dominoi lojën mirë, po me nxjerrjen nga lojat Gjoshen Zakorit i binte ritmi dhe dominimi në brendi, sidomos duhet theksuar ato 10 pikët e realizuara nga kërcimet në sulm apo rastet e përsëritura second chance points. Asnjë pikë të vetme nuk e ka realizuar Trepça nga kërcimet në sulm, e ky njeri definitivisht gjithmonë duhet ta përmendim, sepse me hyrjen e Trilon Hajrizit në lojë, loja e Trepçës ndryshoi në intensitet, në stabilitet, solli siguri. Ja, po e shohim atje me Janjevën. Ka një lëndim në gjurin e djathtë me Rashid Mahal Bashiqin, po i thot kam dhimbje në këmbë atje Trilon Hajrizi, andaj edhe po e kursen sonte trajneri Adis Beqiragish. Tmushiqi me top në diagonale, ja po e kursen atje dhe këmbën Triloni në deportime. Tmushiqi tenton me treshe, më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt Tarant, e vjedh këtë top Green për mrekulli, kundër sulmi shpejt Madut me treshe, dhe përsëri e rikthen shumë gjajshëm adhurues të basketbollit, sikurse në start të çereku të dytë kur doli në një pikë përsi Trepça pas treshës së Batun Tunës dhe atyre 2 gjuajtjeve të lira të Kotonit. Tani me treshën, po me një herë përgjigjet në anën tjetër Rashid Mahal Bashiqi në treshën e Junior Madutit. Kërkon atje Bilge mbrojtje më agresive nga Lekëndrej. Janjeva është pranë Tmushiqit. Madut i hatashëm, Madut me vërtet i jashtëzakonshëm, e kap topin atje si me Dana, si me Mengele. Lekëndrej nuk e lëshon. Me vërtet lojë e bukur sonte mes të Sigal Prishtinës dhe Trepçës. Mahal Bashiq dueli 12-sheve Trilonit dhe Rashidit, me këmbë atje nga prapa. Mahal Bashiq për Tarantin.
edhe lojën e Jordan Davisit duhet lavdruar sepse me hyrjen e Jordan Davisit ndryshoi edhe loja. Ja pra, Gjoshen Zakor dhe Mahal Bashishi kur janë në tandem në lojë së bashku, s'ka kush e nal sonte Sigal Prishtinën. Unë me vërtet nuk po e kuptoj trajnerin Bilge pse nuk po luan më gjatë me këtë tandem për të shfrytzuar shtatlarësinë e tyre. Maduti sa bukur e ju shmanga atje, deportoi dhe realizoi Junior Maduti për 46 me 44. Pika e tij e 12 më efikasi. Dhe në anën tjetër Daniel Lekondreaj tani bombardon. Treshja e pare Danielit në tentimin e tij të dytë, 7 pikë të tij për 49 me 44. Triloni tenton mbi Mahal Bashishin, nuk realizon. Tarrant deporton e sheh korridorin, mirë po s'ka lidhje sepse aty është në vend Gjoshen Zakori, i cili e përmirëson për 51 me 44. Ja pra e pat sa shpejt një seri prej 10-2. Me të vërtet jam fascinuese këto serit e të dyja skuadrave. Hunter tenton me ngulit mbi Mahal Bashishin, e hub Janjeva në anën tjetër të Lekondreaj. Opala, shumë lartë atje për LA Hub, nevrikoset atje. Ndihmës trajneri Albert Sulejmani s'ka fajin me se të përfundojnë në mënyrë të thjesht pa e kompliku për të shënu, shkojnë me një LOU për një situatë shumë të vështirë. Në anën tjetër e huqi edhe Trepsha. E tani, Ricky Tarrant, një huqje e madhe atje. Murat Bilge, jo shumë i kënaqur me lojën e Tarrantit sonte. Tentimi Mikajlet Mushishit nga distanca asaj, mire mbyll atje Janjeva Hunterin. Do të kthehet në lojë Donte Clark. E dini pas atij rezultati 21 me 22 në start të çerekut të dytë, hyri dhe me 6 pikë. Aresht e riktheu rezultatin dhe ja tani vjen treshja e 3-3. Ricky Tarrant thot më në fund faleminderit o Zot. Pas 5 huqjeve, rresht e 6-ta e vërteta për Ricky Tarrantin. Ju falenderua Zotit, shikoj lartë, Ricky Tarrant, 54 me 44. Me njëherë në start të çerekut të tretë, e patëm atë treshën e Madutit, me cilën Trepsha kalojnë e përsi prej 42 me 41. E më pas në 4 minutat e ardhshme kemi një seri prej 13 me 2 të Sigal Prishtinës, të cilën e përmbylli Ricky Tarrant. 3-3 rresht i realizoi Prishtina. I pari i cili filloi serinë e tresheve ishte Mahal Bashishi. Më pas Daniel Lekondreaj e vazhdoi, ndërsa e përmbylli Ricky Tarrant. Sa i përket tresheve në këtë duel është kjo treshja e 4 nga 20 tentime për Sigal Prishtinën. Në anën tjetër Trepsha dukshëm më e mirë, 24-7 është për 3 pikë dhe treshet kanë qenë elementi që e kanë mbajt në lojë. Do të shkon me pressing zonal në tërfushën skuadra Prishtina se Lekondreaj ndaj Greenit. Janjeva e dyfishojnë atje dhe mbrojtje e mirë. Kërkon 8 sekonda. Mahal Bashishi. Tek edhe Kotën është në lojë. Përballë ka Tarrantin. Kotën bukur atje shmanget. Kapiti. Fauli Lekondreajt. Tani bëjnë presion, sidomos në Dardanin, Kapitin, e pak më herët në Hunterin, lojtarët Prishtinas. Shofin peshën e Trepçës tani
Hajrizi, Green, Madut, kapiti dhe vjet topin Gjoshën Zakori, nuk ngutet atje, e qëtëson situatën, përsëri ka Prishtina e përsi dy shifrore. Lek Andrejaj për Mahal Bashishin, shkojnë me sulme gjata, edhe njëherë Zakor atje, edhe një ngulitje monstruoze e Gjoshën Zakori dhe edhe një asistim fantastik i Ricky Tarrant për plus 12, 56 me 44, po hedhën në parket me të vërtet të vetë mohuarshëm atje lojtarët Prishtinas. I kërkon falje atje Ricky Tarrant, e ngri dorën, e pranon faullin. I kërkon falje, pyet se si është atje Greenin, Driloni bukur atje te kapiti, Cotton prej pozitës së tij nuk gjuan kësaj here. Rolling fenomenali Drilonit në stilin e tij, sa bukur e bën këtë, edhe pse me gjuhë të lënduar realizon Trilon Hajrizi për të afruar rezultatin në 10. Lufta atje, mbrojtje fenomenale e Cottonit. Madut lufton, mirë po ndalët, shpejt lëviz topi, Green Bijanjevën, tenton dhe treshën e realizon tani përsëri seri e Trepçës, po ju them sonte janë fascinuese këto serit e Trepçës dhe të Prishtinës. Sa po shkon në një seri Prishtina, para se patëm 13-2, nënën tjetër, po kthehet Trepça me seri 6-0, 9-0, me të vërtet fenomenale kjo ndeshje. Time out ka kërkuar me njëherë Murat Bilge, duke dashur që dhe kryetari i komunës Prishtinës Përparim Rama sonte ka ardhur për të përcjellë këtë duel. 56 me 49. Natyrisht tandemi Leri Muniqi dhe Afrim Ismali ish lojtarët e njohur të Prishtinës. Shumë figura, shumë personalitete kanë ardhur për tu, edhe Florian Ermi Ftari, fluturimet e të cilit dikur adhurues të basketbollit i kanë përcjell me ëndje, sot dekani Fakultetit të Kulturës Fizike, e tjerë. Të gjithë po kënaqur me këtë basketboll të jashtëzakonshëm sonte në palestrën e sportit në Prishtinë, në duelin El Clasico sonte ja lam emrin Super El Clasico, sepse është shumë i rëndësishëm për pozitën e dy Trepçës, i duhet fitoria për të mbajtur, për të ikur Prishtinës në dy fitore më shumë, sepse në rast të humbjes do të barazohen me fitore e humbje, e atëherë Sigal Prishtina do të dalë në pozitën e dytë për arsye se ka dhe përparësinë e më shumë fitoreve në përballje direkte. 2-1 është aktualisht si vjet për Prishtinasit. Clark deporton atje në ajër atje, bën akrobacion dhe realizon serinë e vazhdon në 56 me 49. 58 me 49, më falni. Tentim për treshe. Clark lufton, mirë po Madut. Më i larti në kërcim. Donte Clark shkakton personale, shkon atje Mahal Bashishi edhe i thot mos bon zop. Po, faulli ke i pastër si lotin, nuk ka arsye Donte Clark që të reagoj. Sepse e goditi në dorë Junior Madutin, i cili do të ketë dy zhuajtje të lira, realizon. Duhet thënë se Junior Maduti, 28 vjeçari, është fundor 195 cm, i lindur në Juba të Sudanit Jugor, është reprezentues i këtij vendi i cili ka bo bum në basketbollin botror me fitor. Opa, Sabu, ufa! I hatashëm është Trilon Hajrizi. Kërcim në sulm, me gjunin e lëndum, e qojnë hava, realizoj për të afru rezultatin në 58 me 52. Me të vërtet, Trepça pa Drilonin s'ka gjallë. Gjoshën Zakor, s'kishte qka të bënte. Selu pështelu, topin tokë, shkëputu dhe realiza. 60 me 52.
Në tjetër Green tenton për treshe, një mal me duar në ajra atje, por Gjoshën Zakori është më i larti në kërcim. Espastron këtë situatë, 17 pike 6 kërcime nga Zakor. Makina e prisht... sa bukur atje! Daniel Lekëndreaj tepërton, realizon dhe e përsin e kthe në 10. Përgjigjet me një seri të shpejt prej 4 pikëve rresht Prishtina. Kotën, Drilon Hajrizi e sheh korridorin e faul i Mahal Bashishit. Driloni kërkon faul jo sportiv. Përshëndetën atje me Mahal Bashishin. Natyrisht, njoni me tjetërin s'kan punë. Driloni e kërkon faulin jo sportiv. Ata dytë përshëndetën, ndërsa i mbetet atje e qorton Adis Beqiragishi Greenin. Dy gjuajtje të lira do të jenë për Drilonin. Është kjo hera e parë që është në vijën e gjuajtjeve të lira sonte. Drilon Hajrizi, pika e tij e 5. I ka dhe 4 kërcime, 1 asistim, 1 top të vjedhur. Pika e 6 e Drilonit. Sami Hunter do të inkuadrohet në lojë. Nuk po mundet më tepër, po duhet me e rujt Drilonin Adis Beqiragishi. Duhet ta kursej. Po shihet që kapiteni po luan duke i shtrëngu dhëmt sonte. Clark për mrekulli atje. Si duket është loj me këmbë, po, nga Sami Hunter. Topi do të jetë për Prishtina, si 14 sekonda për këtë sulm. Mahal Bashic për Zakorin, tandemi i qendrave i cili sonte dominoi. Clark në sekondat e fundit tenton mbyllje e mirë atje e Kapitit, e mbyll mirë Zakorin dhe e merr këtë kërcim. Madut dalet atje pran Clarkut, pick and roll me Kapitin. Hunter për Mushishin. Shumë pak e kemi pas sonte Mikailen. Përveç asaj treshe tenton për 3 pik. Dhe mirë, po jap se e shoj pak. Kur niset në aksion, kur eksplodon, është i pandalshëm. Mikailet Mushishin me këte treshe afron në 5. Pika e tij e 6, gjitha pikët nga treshet. Lekëndreaj tenton të përgjigjet. Topi hyn e del, Madut më i larti në kërcim. Mbetet +5. Faul atje i Lekëndreajt. Kërkon faul jo sportiv Adis Beqiragishi dhe ka të drejtë. Ka të drejtë absolutisht, sepse edhe mu më duk që ishte i tërhequr për fanele nga Lekëndreaj. Faul jo sportiv i
Daniel Lekëndrejajt për shkak të tërheqjes për fanelet Kotonit gjatë deportimit, u pa ajo. Edhe mirë kishte vrejtur edhe trajneri Adis Beqiragishi, kështu që sfida e tij ishte suksesshme. Koton, herën e parë i pasak. Pak më herët ishte 2-2 nga vjazhuatjeve të lira, 7 pikë mbetet me ato 7 pikë tek edhe Koton. Playmakeri 32 vjeçar i cili erdhi në Kosovë nga Litmania, ka luajtur në ligat më të forta evropiane, në Gjermani, Itali, Rusi, ka luajtur edhe në Estoni, Rumani, edhe në NBA G League, ndërsa në Kosovë vjen nga Litmania, posa erdhi në Kosovë, fitoi tashmë një trofej Kupën e Kosovës me Trepçën kundër Bashkimit. Koton, atje mbrojtje mire Davisit, i cili pas një kohë të gjatë rikthehet në lojë, Madud përballë Janjevës. Tentimi Hunterit, tentim për 3 pikë, sa lart kërcen atje Dardan Kapiti, po faul nga i Dardanit, nuk ka nevojë që të reagohet. Ja, atje u godit në dorë, do të dy gjuajtje të lira për qendrën reprezentuese të Kosovës. Kapitin hera parë që Dardani do t'jetë në vinë gjuajtjeve të lira. Huq nga 11 tentime, 6 gjuajtje kanë realizuar sonte lojtarët e Trepçës. Huq edhe këtë Dardani e kërcen në sulm, e kap mirë, po Huq edhe 2 pikshin me këtë floater, mbetet 62 me 57, 12-6 janë nga vija gjuajtjeve të lira, 50% lojtarët e Trepçës. Clark për mrekulli, atje është faul i Sami Hunterit, shmendet Adis Beqiragishi me këtë faul të Hunterit. Në anën tjetër, sa i përket gjuajtjeve të lira, Prishtina 80% efikase, 10-8, Clark do të jetë në vinë e gjuajtjeve të lira, 100% ishte efikas në pjesën e parë. Edhe tash nuk e huq, Isak pika e 9 Donte Clarkut, 9 pikë të ti në total. Tuna do të batën Tuna, do të inkuadrohet në lojë, të shohim me kujt. Kuqja e pare Clarkut nga vija gjuajtjeve të lira, mbetet 63-57, kemi hyrë në minutin e fundit të kësaj ndeshje fenomenale në kryeqytet Sigal Prishtina Trepça. 6 pikë plus për vendasit, topin e ka Koton, bukur e sheh Hunterin, por dalet Hunter. Gjoshën Zakori, mbrojtje e mire ti, por fenomenal kërcim në sulm dhe realizon Dardan Kapiti për 63 me 59. Reprize 3 qerekve, 2 qerekve para prak. Prishtina shkëputet në fund Trepça, e mbrin dhe e afron rezultatin, e bën ndeshjen dramatike. 19 sekondat e fundit, bukur atje. Gjoshën Zakori ka shkaktuar faul në sulm. Balbashishi ngritet atje, i thot hajde luj, s'ka lidhe që ki shkaktu faul. Ankohet atje, Gjoshën Zakori thot se ka bë. 15 sekonda për sulmin e Trepçës deri në fund. 63 me 59. Koton për ball Davisit. Zakor, kemi një pick and roll. Atje luftë e madhe Tuna dhe mbetet me top në dorë. Qereku i tretë përfundon me 63-59, 4 pike për si. Çfarë loje, me të vërtet u kënaqëm me basketbol sonte në Prishtinë. Sigal Prishtina po shkëputet, po shkon deri në 12-13 pike për si. Trepça po kthehet në lojë, po e mbrin, po afrohet në 2-1 pikë, po del edhe në e përsi. Fenomenal, 63 me 59, pra simas qerekve 20 me 16, ishte qereku i parë, qerekun e dytë e fitoi Trepça 23 me 21,
Dhe këte qerek të tret e fitoj Prishtina 22-20, pra shikuar në përgjithësi 4+ për Prishtinën në start të qereku të 4 të kësaj ndeshje, tha shumë të rëndësishme për pozitën e dytë. Po ishini edhe statistikat, 12-5 tani kemi në qerekun e tretë. Trepça ka realizuar 5 pik nga kërcimet në sulm, apo rastet e dyta të përmirësuara, second chance points. Po ishini, ishte 12-0 në start të qereku të tretë, por këto pik janë duke i falenderuar Dardan Kapitit dhe Drilon Hajrizit. Thash edhe parës, në momentin kur po hyn Drilon Hajrizi, çdo gjë po ndryshon, por me të vërtet nuk po mund të luajmë më gjatë për shkak të lëndimit. Ja atje edhe Krem Salihu, ish doktori i Prishtinës në kohët e arta, ndërsa këtu kemi lojtarët e lënduar, shumë personalitete sonte në Pallatin e Sporteve dhe të Rinis, thash për të përcjell duelin super të rëndësishëm mes të Sigal Prishtinës dhe Trepçës. Trepça i ka 16 fitore, 8 humbje, Sigal Prishtina 15 fitore, 9 humbje, 1 pik dallim. Mirë po, në duele të ndërsjella po shihni njeriun kryesor të Prishtinasit, Gjoshen Zakorin, 19 pik, 6 kërcime, 1 asistim, Mahal Bashiqi 14 pike, 6 kërcime. Thash, Sigal Prishtina dhe Trepça si vjet janë takuar 3 herë në Super League. 2 fitore i ka Sigal Prishtina, 1 Trepça dhe eventualisht 1 humbje eventuale Trepçës sonte i barazon me pik, por Prishtina del në pozitën e dytë për arsye se ka përparësinë. Uffa, sa bukur e ndeshjeve të fituara atje. Dante Clark e fillon qerekun e 4 me 1 asistim fenomenal. Mahal Bashiqi edhe çmontim të koshit. Dante Clarku 65 me 59. Kotën Dekandreja është Pranti, e kthen topin jashtë Madut. Pranti është Dante Clark, mbrojtje e mirë. Madut prej çfarë pozite të vështirë, Tuna me kërcim në sulm. Mikajlet Mushiqi, ministri jo veç i mbrojtjes, por edhe i sulmit. Te Trepça me treshën e tij të tretë, 9 pikë të tij, të gjithat në pjesën e dytë, të gjitha për 3 pikë, 3 treshe për 9 pikë. Mahal Bashiqi, Pranti është kapiti. Dekandrejaj lufton atje me Mushiqin, betet me top në dorë, pas treshës fenomenale të Mushiqit, edhe një mbrojtje e jashtëzakonshme. 9 pikë, 4 kërcime nga Mikajlet Mushiqi, plus edhe kjo mbrojtje dhe top i vjedhur, 65 me 62 tek Ele Kotën atje. Duket se ishte fauli Dante Clarkut. Po, e qartë, Dante Clark e goditi në dorë dhe duhet të inkuadrohet Janjeva. E huqe edhe një herë Kotën, shumë huqe nga vija gjuajtjeve të lira të Trepça sonte, 13-6. Kotën është 5-2 nga vija gjuajtjeve të lira, një efikasitet jo i zakonshëm për tek Ele Kotonin, cili ka një efikasitet prej 80% nga penalit. Edhe një herë e huq, 6-2 nga vija gjuajtjeve të lira, nuk ngutet Clark. Davis, bukur depërton dhe do të jetë ky kosh faul më duket. Të shohim se shënimi pranohet. Lojtari me numër 7 Batën Tuna. Personale do të jetë edhe një gjuajtje e lirë për Jordan Davisin. Me të vërtet me hyrjen e Davisit në lojë po ndryshon çdo gjë. Fis Rugova.
largohet në loj inkuadrohet Janjeva. Një ndeshje tjetër e cila po zhvillohet në këto qaste është ajo mes të Proton Cable Prizrenit dhe Vllaznimit, 8 pike përsi për Vllaznimin. Dy ndeshje me cilat përfundon xhiroja 25. Mushiqi edhe një tentim për 3 pikë atje. Foul nga Mahal Bashiqi dhe tani edhe një kërcim në sulm dhe shënim nga Dardan Kapiti. Po lufton atje Dardani me vërtet si luan. Loja shkëlqyeshme e qendrës reprezentuese Dardani të ri, 8 pikë, 5 kërcime, një asistim nga Dardan Kapiti. Daniel Lekëndreaj largohet nga loja, Fatin Shoshaj inkuadrohet në loj. 68 me 64. Kapiti realizon edhe nga gjuajtjet e lira. Nga gjuajtje e lirë në fakt. 9 pikë të ti, 6 kërcime, për të afru rezultatin në 3. 68 me 65, dërsa kanë betë edhe 8 minuta e 10 sekonda loj. Davis për Mahal Bashiqin, i cili tash sigurisht se do ta shfrytëzon korpulencën e tij tentimi Donte Clark. Sa bukur atje. Mahal Bashiqi e vreti Donte Clarkun. Personalja e dytë është kjo e Mikailit Mushiqit. Asnjë lojtar të Trepçan nuk rrezikon përjashtimin aktualisht. 3 personale i ka vetëm Dardan Kapiti dhe ato që nga pjesa e parë. Qereku i dytë në anën tjetër të Prishtina nga 3 personale kanë Tarant, Mahal Bashiq, Lekëndreaj dhe Clarku, i cili realizon edhe gjuajtjen e dytë të lirë për 13 pikë të tij, tashmë 4 lojtar Prishtinas me pikë dyshifrore, 19 Zakori, 14 Mahal Bashiqi, 11 Clark dhe 10 Davis. Tentimi Madutit për 3 pikë. Lufton atje Green. Më i vëmendshmi, dy fishohet atje nga Janjeva e Davis. Mushiqi për Kotonin, i cili nga këndi atje lancon, por nuk barazon, nuk e afron rezultatin. 70 me 65, dërsa ka mbetur edhe 7-24 deri në fund. Davis përballë ka Kapitin. Davis bukur atje për mrekulli, e shfrytëzoi që Kapiti është larg këtij, u shkëput dhe e ngriti rezultatin në 7. Edhe 7 minuta 7 sekonda loj, 7 pike përsi. Mushiqi përballë ka Janjevën, kërkon pick and roll nga Dardan Kapiti, futet mbrana Kapitit. Mushiqi me Mahal Bashiqin e komplikon, lufton, e kthen te Maduti, cili në 100-at e fundit të sekondës e realizon treshën për 72 me 68. Ndeshje e jashtëzakonshme. Mahal Bashiq lufton me Kapitin atje. Maduti ndihmon tani mbrojtje zonale. Sa herë që po e kthen në mbrojtje zonale atje Adis Beqiragishi, po kemi telashe. Topi do të jetë i disputueshëm për Trepçën. Gjashtë minuta e 27 sekonda deri në fund të këtij super dueli, super El Klasikos midis Sigar Prishtinës e Trepçës. 4+ për vendasit. Mushiqi e kthen tek Elle Koton. Sa lart kërceu atje Clark. Të dytë edhe Clark edhe Maduti ka një konstitucion të ngjashëm. Të dytë janë me super kërcim, super të lehtë. Në thellësi atje Mahal Bashiq ndalet në mënyrë të paliuar nga Junior Madut. Pasimi bukur atje në thellësi. Tarant në loj, Clark largohet, e ka meritu.
Davis 12 pik, Clark 13, 14 Mal Bashiqi, cili ka dhe 7 kërcime, 4 asistime dhe 2 topa të vjedhur. Zakori 19 pike, 6 kërcime, me vërtet ata shemnanën e tjetër, 2 lojtarët e vetën me pik 2 shifrore, Madud dhe Green i treti. Nga 9 pik kanë Tmushiqi dhe Kapiti. Lekëndrejaj do të inkuadrohet në loj. Po sa të dalë, sa bukur atje. Depërton Davis, dueli 2-11-sheve. Lojtari me numër 11, Mikaile Tmushiqi ka shkaktuar faul. U vonua Mikaile që ta mbyll, nuk ka arsye Mikaile që të ankohet, sepse lëvizi, vendimi drejt i referit Gashi. Shoshaj ullët në bank, në vend të ti, rikthehet Tarrant. Në ekranet e juaja, Ferit Zekolli. Me shumë koncentrime e shikon. Edhe herën e dytë është i pasat Jordan Davis, në qaste vendimtare dhe të rëndësishme vinë dy huqe. Sa bukur Green atje depërton, për pak sa nuk realizoi dhe ndalë në mënyrë të paljuar. Jordan Davis sa i radhe është ai i cili shkaktoi faul. Davis largohet nga loja. Në loj tani Gjoshën Zakori, përsëri do të luan me 2 qendra. Faktikisht peshën startuese të kësaj ndeshje, Mal Bashiqin, Zakorin, Janjeven, Tarantin dhe Lekëndrejajn. E ka shkelur vin atje Green. Betër 7:2:68, edhe 5 minuta e gjysmë deri në fund. Pick and roll me Zakorin, Janjeva. Mal Bashiq për Tarantin, edhe 4 sekonda. Lekëndrej nga një pozitë e vështirë, atje Gjuan nuk shënon. Drilon Hajrizi për Tmushiqin, Driloni për mrekulli atje. Tandemi reprezentues Tmushiq Hajrizi për të afruar rezultatin në 72-70. Kur ka mbetur edhe 4 minuta e 55 sekonda loj. Edhe një top i vjedhur i Tmushiqit. Hajrizi, lëvizje mashtruese e bukure e ti e detyron Mahal Bashiqin që ta ndalë në mënyrë të palejuar. Janjeva largohet nga loja, në vend të ti Shoshaj. Mal Bashiq duhet fashoj atje gishtin, sepse po i gjakos. Tentim për 3 piki Tmushiqit. Luft e madhe atje e Clarkut me Madutin, Zakor dhe Hunter. 2 fishohet për mrekulli atje Drilon Hajrizi. Duke të shkenduar Donte Clark, apo jo, çdo që është në rregull, kosh faul. 74 me 70. Edhe njëherë asistim fenomenal i Zakorit, i cili me atë hapin e tij tërhoqi 3 lojtarë të Trepçës dhe i krijoi
hapsin për të pre koridorin Donte Clarkut, i cili u ndal në mënyrë të palejuar. Realizon edhe gjuajtjen e lirë Donte Clark, edhe nga banka rezervë realizon 16 pikë. Lekëndreaj i vetë mohueshëm atje. Edhe njerë e kapi prapa shpinës atje Lekëndreaj Hajrizin. Do të jenë dy gjuajtje të lira, të dyja skuadrat kanë plotësuar bonusin, tani do të kemi shumë ekzekutime të gjuajtjeve të lira. Driloni është 2-2 nga gjuajtjet e lira deri tash, 3-3. Ka një efikasitet prej 82%. Drilon Hajrizi. Si vjet sonte 100% i sakt. 75 me 71. Kjo pika e 10. E 11, më falni, e Drilonit. Tarrant, bukur për Shoshajn, i cili tenton për trishe. Nuk realizon, betet 75 me 72. Më pak si 4 minuta lojt Mushiqi. Zakor atje. E këtu Hunter e godet në fytyrë me biceps. Kërkojnë faul në sulm nga Sami Hunteri. Fatlin Shoshaj ndërshkohet me personale. Do të jenë dy gjuajtje të lira për grinin e tretë, i cili realizon, është kjo pika e 14 e Michael Greenit, cili ka dhe 4 asistime. Realizon edhe gjuajtjen e dytë të lirë për të afruar rezultatin në vetëm një pike përsi, 75 me 74. Timeout ka kërkuar Murat Bilge. Për seri e patë se si u shkëput në rezultat 72 me 65 skuadra e Sigal Prishtinës. E më pas dal nga dal Trepqa e arriti, po them, me inkuadrimin e Drilon Hajrizit. Definitivisht është skuadër krejt tjetër, edhe për kundër faktit se është i lënduar edhe e kurseu sonte sa mojti Adis Beqiragishi. Në fund Judesh edhe kapiteni Drilon Hajrizi në fakt i shtrëngoi dhëmbët dhe hyrën e loj kontriboi deri tash me 10 pikë, 5 kërcime, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. Por loja e tij e mirë, të blokat e tij, mbrojtja e mirë e tij dhe qetësia, siguria të cilën ja solli skuadrës, me të vërtet po e man në loj ekipin e Trepçës. Junior Maduti, lojtari më efikas tek Trepqa me 16 pike, 4 kërcime, i ka dhe 2 topa të vjedhur. E tani Tarrant, Clark, Shoshaj me 3 lojtar të shkurt po luan Prishtina, me të vërtet shumë e çuditshme. Shoshaj, Tarrant, Mal Bashiqi atje e shfrytëzon për vojën e tij për të realizuar 77 me 74. Pika 16 e tij, 16 i ka dhe Clark, 19 Zakor, 2 fyshot atje Drilon Hajrizi, topi es në anën tjetër Green.
Lojtari me numër 2. Ricky Tarrant ka shkaktuar foul. Davis dhe Nzakor nuk po mundën me kuptu me të vërtet pse Nzakor sonte po luan kaq pak, nuk e di nëse është i lënduar. Në çastet vendimtare ndoshta do ta inkuadroj pak më vonë. Në anën tjetër Green fenomenal sonte, mirë organizoi lojën, 15.4 asistime. Është kjo pika e tij e 16. Sonte nuk e ka huqur asnjë gjuajtje të lirë. 3-3 është nga penalet Mike Green. E kjo është huqja e parë, i ra shumësysh më duket 77-75. 2 pike përsi edhe 3 minuta loj në këte El Clasico fenomenal. Opa. Ankot atje Ricky Tarrant. Shofim edhe një herë. Nuk pati kontakt fare aty dhe vendimi referve është i drejt. Përkundër se u duk se kishte prekja apo si, Ricky Tarrant gaboj vetë dhe atje e gjuajti topin, e pasoj topin gabimisht. 77-75, 2:45 deri në fund. Cotton mbi Janjevën, bukur atje, Tarrant lufton me Mahal Bashichin. Bashkëpunimi mirë, mbrojtje fenomenale e Clarkut dhe Mahal Bashicit kësaj here. Cotton është pranë Clarkut atje. Mahal Bashichin i ndihmon me 2 bloka të një paus, çfarë hapësine i krijoi Clarkut. Mahal Bashic perfekt, po bashkëpunojnë. Shoshaj me edhe një treshe atje. Mahal Bashic për Janjevën, i cili nuk e qon huq asistimin e Mahal Bashicit për 79-75. Janjeva atje është shpëtimtari këtij sulmi. Nga prapa atje Mahal Bashici me të vërtet u dyfishua nga Tekele Cotton në kënd dhe Greenim nëse nuk gaboj. Mbrojtje e mire Cottonit dhe Greenit në Mahal Bashicin, por përvoja e gigantit 35 vjeçar e bëri që ai ta përpiroj disi topin te Janjeva. Mushishi dhe Drilan Hajrizi. Pak më herët, aksioni bukur ku Driloni e realizoi pikën e tij të 10. Po shihet edhe nga vrapimi Drilonit se nuk e ka lehtë me lëndimin e gjurit të djathtë. Dy minuta e 8 sekonda lojë deri në fund. Atje një sekuencë simpatike mes të referit Artan Gashi dhe Ricky Tarrantit. Po bisedojnë dhe po ja bën hajde, mos mu follirat atje, se e hupe vetë pasimin, edhe buzëqeshi dhe Ricky Tarrant, cili parës provoj që gabimin e tij ta sfidoj. Green atje te Cottoni, bukur Cotton depërton deri në fund, luftë e madhe dhe në fund përsëri është Dante Clark. Me të vërtet sonte shumë i sigurt në këto kërcimet e tij në topat e dëbuar. Clark depërton pranë të Mushicit, depërton deri në fund, e kthen topin te Tarrant.
Mbrojtje të fuqishme dhe të forta dhe 5 sekonda loj Tarant për Mall Bashichin, i cili tenton airball i tij. Edhe 1 minutë e 24 sekonda loj deri në fund në çastet vendimtare, pressing i Trepçës, një loj e dekoncentruar e Prishtinasve. Mbrojtja agresive e Trepçës e bën të vetën, Ungutën nuk ishin sulm të organizuar mirë. 1 minutë e 22 sekonda deri në fund, topin e ka Green, Lekëndreaj për Balti, Driloni me Janjevën, shkojnë për blok, Green atje, Lekëndreaj pranë tij, Green tenton, realizon për 3 pik. 79 me 78, Mike Green 19 pik, edhe treshja e 4 e tij nga 8 tentime. Davis do të rikthehet në loj, po hym në minutin e fundit, vetëm 1 pikë përsi, Lekëndreaj me rolling fantastik. Pran vis fundore ndalët në mënyrë të palijuar, do t'jenë gjuajtje të lira sepse bonuset moti janë plotsu. Çfarë rollingu i bukur i luftëtarit Shkodran atje, dërsa Green pak më herët mbi të realizoi treshën e tij të 4 dhe pikën e 19. Tarantullet për të pushu, Davis në loj, në vijnë e gjuajtjeve të lira, Lekëndreaj. Danieli sonte kishte 1 tentim, atë e huqi pak më herët, edhe 56.7 sekonda, deri në fund të kësaj Super El Clasico të basketbollit kosovar. Kush do të fitoj, Prishtina apo Trepça? 80 me 78, Danieli realizon nga vija gjuajtjeve të lira. Pika e 10 e tij, lojtari i 5 me pikë 2 shifrore, tenton, nuk realizon, por kërcim në sulm nga Janjeva. Në çastet vendimtare, një kërcim shumë i rëndësishëm. Topi shkon te Davisi, Mushiqi pranë tij, dueli 2 11-çeve. Lufton atje, Lekëndreaj e kap te top, edhe mbetet me top në dorë. Sulmi huqur, mbrojtje agresive, mbetët 80 me 78. Pa, çfarë drame? As Hitchcocku s'kishte ditë me bë regjime të mirë. 80 me 78. Green për ball Clarkut. 17 sekonda deri në fund. Clark, mbrojtje dyfishohet. Drilon Hajrizi. Fauli Muhamed Ali Janjevës, i cili, nuk kanë nevojë që të ankohen. Fauli Pastër Siloti, lëvizje e mirë. Mashtruese e Drilon Hajrizit. Qka është tani në pyetje? Dy gjuajtje të lira do të jenë këto 80 me 78. Driloni në vijnë e gjuajtjeve të lira, herën e parë e huq. Herën e dytë realizon, 80 me 79, 25 presje, 7 sekonda deri në fund, time out ka kërkuar Murat Bilge. Çfarë drame? Në pjesën e parë ishte 10-0 nga pikët e shënuara nga pas kërcimit në sulm apo second chance points.
Ndërsa në pjesën e dytë u përmirësua Trepça 11-6 plus me pikët e realizuara nga kundër sulmet 15-11, ka shfrytzuar pikët, ka realizuar më shumë pikë pas topave të humbur të Prishtinës, por ajo që ku ka dominu Prishtina është numri i pikëve të realizuara në Brendi, 46-26, e ka shfrytzuar shtatlarësinë, mungesën e të qendrës Myers, 20 pikë më tepër të realizuara në këtë zonën e lyer apo drejt kantrin e lyer si doni, përpara i kemi thonë shkurt trapez, 46 me 26, dominim edhe në kërcime, mirë po krejt këto statistika tash binë në ujë, sepse kanë betur edhe 25-7 sekunda deri në fund. Topin e ka Prishtina, e ka 1 pikë plus, shkojnë me mbrojtje agresive me pressing zonal në tërfushën lojtarët e Trepçës. Madut pran Clarkut, Tmushic pran Davisit, i cili e pranon topin. Topi për Mahal Bashicin, Janjeva ish mangët për Mahal Bashicin dhe fauli Greenit. Një pressing zonal i mirë i Trepçës, mirë po përvoja e Mahal Bashicit e bëri të vetën. Kapiti do të inkuadrohet në lojë, të shohim kush do të largohet nga loja. Tmushicin e largon nga loja, i duhet për kërcim, të shohim se a do t'i realizon të dy gjuajtjet e lira. Rashid Mahal Bashic ishte 100% efikas, e ka përvojën, është i qetë si akull atje, as që i trembët syni bile, naturisht 35 vjeçari, tash 20 vjet luan në nivelet më të larta. Janjeva dhe Kapiti luftojnë mirë, po Mahal Bashici realizon të dy gjuajtjet e lira në çastet vendimtare. 82-79, pika e 18 e Mahal Bashicit, 100% efikas, 4-4 nga gjuajtjet e lira, 4-4 nga tentimet për 2 pikë, sa i përket tresheve, 2 treshe të realizuara nga 4 tentime. Është në prag të double-doublit Rashid Mahal Bashic, definitivisht lojtari me indeksin më të lartë sonte. 17 pikë, 9 kërcime, 5 asistime, 2 topa të vjedhur, një efikasitet fenomenal. Çka do që ka gjuajtur për 1 dhe 2 pikë, ka shënuar 2 treshe nga 4 tentime, i jashtë zakonshëm. Zakori ka 19 pike, 6 kërcime, 16 pike ka Donte Clark edhe 6 kërcime, Davis 12 pike, 8 kërcime, me të vërtet një kontributi jashtë zakonshëm. Në anën tjetër, Green dhe Madut me Hajrizin me pikë shifrore. Tani Prishtina luan pressing zonal në tërfushën. Green, Davis, atje Driloni, tenton për 3 pikë, nuk realizon, dhe ik në kundër sulm atje, dhe fauli. Ndaj të shohim, ka dhe një presje 3 sekunda loj. Driloni atje tenton për 3 pikë, huq këte, topin e vjedhur në kundër sulm shkon Jordan Davis, i cili faulohet nga Drilon Hajrizi. Kosh faul. (84-79) dhe lirish mund të themi se Prishtina e fitoi këtë dramë, këtë El Clasico shumë të rëndësishëm, barazohet me Trepçën, edhe Murat Bilge dhe Adis Besiragishi përshëndetën, përqafohën atje. Një fitore
shumë e vështirë, ja disi atje me Mahal Bashishin, po përqafohën, po me të vërtet ka qenë një loj e jashtëzakonshme, një betej e madhe e lojtarëve të Trepçës në mungesë të Majersit. Shumë shpejt do të kthehemi me intervistat e trajnerëve.